teksa Këshilli Bashkiak i Lezhës miratoi vendimin për rritjen e pagave në bashki të diktuar nga qeveria, përfaqësuesja e Partisë Demokratike, Donika Ndoj, ngriti shqetësimin se në këtë njësi vendore po mbahen në punë persona që kanë mbushur moshën e pensionit, si edhe individ që, sipas saj, paguhen fiktivisht pa u paraqitur fare në punë. Për sa i përket punonjësve teknik, në fakt kjo fleta numër 3 shoh që në 3 vende thot shofer, dhe patjetër për shofer administrator bëhet fjalë me 3 paga të ndryshme e shoh. Në administrat mund të ketë edhe punëtor të punonjes, të cilët kanë mbushur moshën e pensionit dhe akoma vazhdojnë që të jenë në punë dhe të paguhen në administrat, apo mund të ketë edhe punonjes fiktiv të cilët marrin pagat dhe mos të shërbejnë. Patjetër që për moshën kjo duhet të vëret, sepse kërkojnë që sa më shumë punëtor të ri, sa më shumë punëtor të cilët kanë më mbajt familjet e tyre, që t'ju hapet rrugë edhe që të jenë në punë. Akuzave ju përgjigj kryetari i Bashkisë së Lezhës, Pjerin Ndreu, i cili pranoi faktin se ka persona të cilëve u është shtyr mosha e pensionit pasi nuk janë gjetur specialist për t'u zëvendësuar. Por, ai hodhi poshtë akuzat se mund të ketë persona që paguen pa u paraqitur në punë. Pjesa më e madhe e përfituesve nga indeksimi i pagave në Bashkinë e Lezhës janë punonjësit që kishin pagë minimale. Ka persona që kanë dalë në pension, por ne kemi mbajt murator për shkak se nuk na vijnë murator. Kemi specialist tamam të kësaj pune. Na është desht me mbajt një shërbim tjetër që nuk e gjejmë. Ashtu sa punëtor gjejmë kështu, por nuk gjejmë specialist. Ka specialitete që ne nuk i gjejmë, i detyruam për t'i shtuar pensionin. Ka qëllu për ja 3 vjet që më ka ndodhur me ja 3 punëtorë që s'kishin punë me njësi, janë shkarkuar nesër në vend. Që mund tjetë në një, po që ne ta kemi fenomen këtë që mos vijnë punë të marrë rrogën, kjo unë së di. O ne kemi shtrënguar këtë punë, o s'ka, kur kemi gjetë një 600 që s'vishin fare. Po unë mendoj se o kemi bë punë këtë histori ne, jemi ballhap para opinionit publik, se nuk kemi japim rrogat të të shtëpia, e nuk ka asnjë tolerancë, ka zero tolerancë. Zero tolerancë kushdo që mendon se në Bashkinë Lezhë mund të marrë rrogën dhe të rritë shtëpia. S'ka shanse. Unë nuk e di nga nxjerrën këtë konkluzion, të janë sa tymse që nuk është mirë me i herë pa argument, mund të thuhet 1, 2, 3 ka raste. Kjo krijon idenë sigur ne domethënë japim rroga dhe shpenzojmë lekë e taksa paguese duke dhënë rrogat e shtëpia. Ka ikë ajo kohë. Sipas kategorive përkatëse, paga e tyre është rritur nga 10 deri në 15.000 lekë të reja.